është informate, konfirmune. A të rgëj njerë për qëta për gjakën, është ta me thonë. Shpejt, 6 minuta loj shtesë. Jo, vetëm për qëta se po e lexoj kështu tamam, qëka pas ka thonë. Edhe po bajtona kjo super deklarat kështu profesionali, që ofse shep për shkak të, me të vërtet, për shkak të madhështis të Mesit. Unë bajtona me Robertin që tha për Mesin, kështërë që ofse shini krejt rritjen e granitjet kështu. Mos harroni në fund të fundit, graniti është shqiptar. Do thotë edhe për Zvicrant ka qenë problematike. Sot që ata tash sot krenohen ndoshta shumë, jo ndoshta po krenohen shumë, po që graniti është shqiptar edhe ka aty Zvicran, graniti është kapiten, a ka ndasht ata, s'ka ndasht, madhështia ati edhe puna ati, edhe ka bo për me ardh deri këtu. Edhe kjo të rëgën që Gjaka respekton, po që shta dhe Roberti, edhe Mesi, besoj për neve ka me qenë fotografi e bukur, kur në fillim referi, kur e bën këtë pjesën, e vendos për fush, ka me qenë për neve knacije veçanë mi pa Gjakën edhe Mesin të... Shiko, prej këti momenti, kur kanë qenë shumë tri, që asë kanë qenë kapiten asë njeri... Para 12 vjetë. Para 12 vjetë. Jo, vetëm për Gjakën thash... Jo, e mora kështu si shemull që e përmene, bashkë të ajo pjesa me të lidhë. Për Gjakën... I me një stad ku do t'jenë krenar, sidomos një shqiptarët, për një arritje ka që madhe si aje Gjakën. O 2 që, 2 numëra 10, vishkyre. Edhe sot debatohet shumë që është në Zvicër, që është një shqiptar shemull është kapiten, po kjo dëshmohet që me të vërtet me punë, me suksese, edhe Gjaka ka arrit me u po kapiten, kështu që për neve është diçka jashtëzakonshme. Unë lexova disa opinione edhe të këtyre ekspertëve të futbollit, po njëkohësisht edhe tash për Gjakën, për kësaj çka u tha, është që e bën ekipin shumë homogen. Është një tamam kapiten i vërtetë edhe në momente të vështira ai din me marrë atë ekipin në lojë, në sistem. Edhe nganjëherë bëhet pak edhe kështu pak agresiv të asaj, duke atë rejtë vretin, si jem kërkon, ndëgjua ato, edhe më la përshtypje bële një ish futbolist dikur shumë, që harrova emrin i Zvicës, që e kish atribue, sikur kjo që dhjenë, se respekti edhe ndoj Mesin këtë ras, që ku përmend super kvalitetin e ti, që kalon në gjurë më histori, kjo të regon një personalitet veçantë e bën Gjakën. Edhe na jem do të me konkrenar që e kem një shqiptar kaq qëndrueshëm. Kudo që ka shku një ekip, jo është kombëtar, edhe tash. Personalitet edhe autoritet kaq lartë. Që e mban ekipin sistem, edhe në momentet vështira, edhe din të jetë vetë kritik. Merë përgjithësi. Ishtë fakt interesant të Sardurlindi, presidenti Sardurlindit, ishtë 28 vjeç që ishtë Zvicran. Zvicran është, A i ka qenë vendimtar që ka pru Gjakën? Jo, për menali mos me shku. është një deklarat e Gjakës të të kërëm ka thirë, kër e këm po, që po më thret, me kalu të sa një kominu që po bën hajgare, dikush. Për një president, momentin që i ka shku oferta për Chelsea që tash, e ki shulli kështu ju, so ka thorë qash dhe tjetë poga ju, të so ka ofru Chelsea, a moti Sliviz prej Sunderland. Dhe më thonë, kur një klub aq i madh i Premier League... Po, veç mëse anashkalo edhe qëndrimin e Granit Gjakës. Po. Shkak se në rastet të tilla, kur hin dikush një ekip si Chelsea, që është ekip i madh dhe i respektuar në Angli, lojtari me një ndryshon mendjen. A mo po, kjo ka respektu. Gjaka ka respektu veten edhe kontratën, ka thonë fol me klubin. Gjaka ka thonë folni me klubin, nëse klubi do më mshit, unë jam okej. Po pro, jo si të na njëherë gjera i shkon mirë të vesh me ekip ku ko me shku, tani ka të klubin. Veç edhe të shkon që ashtu që shpëthu ti, shkon së përë. Allah e bashkë që shtë është. Shu ishtë a i rizi po fletë. Po, të që këtë deklarotu në jam pak... Këndër, dhe më, unë me ne që këtë deklarotu